Flasim tani për balancën midis jetës profesionale dhe asaj personale dhe shumë vende të perëndimit kanë zgjedhur që të sjellin politika të cilat janë sociale, por që ndikojnë tek kjo balancë për cilën ne flasim kaq shumë. Kemi vende nordike të cilët kërkojnë gjithmonë më tepër që të shkurtojnë orarin e punës duke shkuar në 4 orë. Gjithashtu edhe Spanja ka patur një politikë në vitet e fundit ku synonte punën 6 orë në vetëm 4 ditë javës. Dhe në Shqipëri, ku duhet ta themi, në tregun e punës ne ende nuk kemi një identitet, pra ende nuk kemi politika sociale të cilat ndihmojnë që ne ta ruajmë të balancën dhe të jemi edhe punonjës vital, por gjithashtu edhe pjesëtar familje ku arrim të shijojmë gjithçka sjell kjo e fundit. Diskutimin e ndërtojmë pikërisht me Ermela Shllakun, e cila është psikologe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dashur, komunikojmë së largu kështu sot. Çfarë pune po bëjmë? Për shkak të punës, Po. Për shkak të punës, po na trego pak. Je lumtur, arrin të bësh një balancë midis jetës personale dhe profesionale? Po na thuaj, kjo është tani, ky është orar profesional apo personal? Në praktik. Ky është orar profesional. Profesional. Okej. Dhe për shkak të kësaj nuk munda të gjendem edhe në studio, po në fakt është pak e vështirë, se sado që ta thuash edhe ta shpjegosh shumë bukur, në praktik pastaj gjendesh me pak vështirësi, sepse siç dhe ju e përmendët, nuk është se kemi politika mbështetëse për këtë gjë. Pra nuk është se kemi atë mundësinë që të kemi fleksibilitet edhe brenda ose jashtë orarit të punës, nuk është se mund të punojmë sa të duam ose kur të duam, por e rëndësishme është që do përpiqemi të gjejmë balancat midis të dyjave pa diskutim. Dashur, a mos vallë duhet të mësojmë ne si punonjës në Shqipëri të themi jo një telefonate të shefes si mund të bëhet pas orarit të punës, jo për të shkuar dhe për të bërë disa orë ekstra kur e dim që s'do paguhemi, jo për mos të punuar ditën e shtunë dhe ditën e diel sepse të dielën thonë që gjithë dedikimi shkon vetëm drejt familjes. Pra, duhet në kulturën tonë si popull shqiptar të mësojmë të themi jo, apo rrezikojmë vendin e punës edhe nuk ndodh në këtë kulturën tonë? Patjetër, madje një nga këshillat kryesore që na është dhënë në auditor, në fushën e psikologjisë është të thunurit jo, sepse ne si popull fatkeqësisht nuk themi dot jo. Nuk themi dot jo as një shefi, nuk i themi dot jo as prindit, nuk i themi dot jo as një shoqe, as një miku, as kolegut, as kujt. Pra kemi pak vështirësi në vendosjen e kufirit dhe të thunurit jo. Patjetër që nuk është shumë thjesht të thënë turit jo me një pronar shqiptar, të themi atë që është tani, sepse është disi pak më e vështirë të thuash jo, nuk mund të vi sot jashtë orarit të punës, sepse mund të rrezikosh, përveç se mund të rrezikosh dhe vendin e punës, mund të rrezikosh edhe mirëqenien tënde në punë. Është shumë e rëndësishme në fakt për të thënë jo, së pari për mirëqenien tënde mendore dhe së dyti dhe për mirëqenien tënde profesionale, sepse ndonjëherë është ajo shprehja në anglisht for granted, merresh për e mirëqen që ti po e bën dhe ti je gjithmonë aty për shefin tënd dhe je gjithmonë në gatishmëri dhe në këtë mënyrë palatjetës, në rastin konkret shefi ose drejtori ose kushdo nuk rezervohet më. Pra je ti ai që gjithmonë do detyrohesh të bësh punët e tjera, ndërkohë që nuk është shumë e mirë kjo gjëja për ty pastaj. Ermela, pra praktikisht duket sikur në qoftë se ne dedikojmë 24/7 në punë dhe mbi kohë kemi një shef, një drejtor, që mund të jetë pak toksik, mund të ngacmojë edhe ato nivelet tona, ndoshta pak të depresionit, pak të ankthit, pak të stresit. Stresit patjetër që po, sepse stresi është kudo pranë nesh. Unë gjithmonë e them me shaka që kudo që të kthesh kokën ti do kesh pak stres, nuk është se nuk jemi imun ndaj stresit dhe sidomos në vendin e punës në Shqipëri, që me thënë të drejtën ti nuk mirë kuptohesh dhe kur je sëmur, pra kur kushtet e tua fizike nuk janë të mundura për të menduar, për të punuar, pa përmendur pastaj kushtet mendore, pra në përgjithësi për shefat shqiptar nuk është se e konsiderojnë kur ti thua jam shumë në ankth sot ose kam atak paniku sot dhe unë nuk mundem të vi ose
nuk e marrin në konsiderat dhe kjo e vështirëson akoma më shumë pastaj të thënurit jo. Po ndoshta Ermela, mos do të bëj një komunikim më i mirë midis palëve sepse ka nga ata punë dhënës që thonë që shpeshherë ka një raport mjekoligjor edhe kur nuk e kanë punonjësi sëmurë në tavolinë. Pra ka një anë edhe abuzive ndonjëherë, po duke patur një komunikim dhe duke diskutuar që sot nuk jam sëmurë, po thjesht kam një problem të shëndetit mendor, apo thjesht dua të kaloj një ditë me fëmijë dhe kërkoj një ditë leje, pra të ndërtohet kjo urë komunikimi do të ishte më e lehtë. Patjetër. Alma, urat, po, patjetër, po, urat e komunikimit vendosin që në fillim, që në momenti që ti futesh në punë, ti do njihni njëri tjetrin dhe më pas bëhet disi më e thjeshtë nëse e njeh punëdhënësi, punonjësin dhe anës tjetrës. Por patjetër që ka dhe abuzime dhe duke pasur abuzimet, është kjo pjesa e raporteve pa qenë vërtet sëmurë ose pa pasur vërtet nevojë për raport, duket se edhe ana tjetër, për shembull, drejtorët ose shefat nuk e besojnë shumë këtë gjë, sepse janë hasur dhe janë përballur me raste abuzive. Ermela, po, e ke vënë re nga ekspertiza jote, e ke vënë re që disa njerëz ndihen shumë në faj, ndihen fajtor që po pushojnë. Mos kemi të bëjmë një sindrom të re të shoqërisë moderne. E di pse qesh, sepse një nga këta personat që ndjeheshe shumë në faj kam qenë dikur edhe unë dhe ishte shumë e vështirë, është një luftë me veten tënde. Po, nuk është sindrom, sa është fakti që janë njerëz të cilët marrin shumë përgjegjësi mbi supe. Janë njerëz të cilët nuk kanë thënë kurrë ose shumë pak jo, dhe janë njerëz të cilët e kanë shumë të vështirë mos të bëjnë detyrën që i caktohet. Në fakt, me përvojën, po edhe me këshilla të kolegëve kam mësuar që detyrat edhe delegohen, nuk është se nuk jam shumë për ata që thonë unë mund të bëj çdo gjë në vendin e punës, sepse jam e aftë. Patjetër që edhe mund të bëhet, por sa të dëmton ty kjo, pra unë mund të bëj 100 vlerësime psikologjike nga ana tjetër të merrem me gjithë stafin, po është disi e vështirë brenda atij orarit të punës. Prandaj detyrat delegohen dhe në këtë mënyrë ti do të menaxhosh pak më mirë situatën, në këtë mënyrë ti nuk do ndjesh dhe peshën mbi supe, se kjo e të thënurit jo ka dhe këtë peshën që ti ke mbi supe që je vazhdimisht në mendjen tënde është fakti që ti duhet ta bësh dhe s'ka njëri tjetër përpos teje. Ndërkohë që nuk është kështu përderisa ne. Janë të zëvendësueshëm. Ta nisim nga këtu. Ermela, duke njohur edhe tregun tonë të punës, duke njohur ndoshta edhe le të themi natyrën e një punëmarrësi shqiptar, cili mendon se do të ishte orari i punës i kënaqshëm për të patur një jetë personale të mirë, por gjithashtu dhe profesionale në Shqipëri? Në fakt, nuk jam shumë për të thënë që kjo është një orar fiks ose jo, sepse varet nga individ. Ka individ të cilët punojnë shumë mirë, edhe nga profesioni. Po flasim për ato profesione që kanë të detyruar orarin. Okej, mendoj që ora 8:30, sepse duhet, se janë 100 faktore, duhet të llogarisim pak edhe faktin e zgjimit në mëngjes, trafiku, pra që të jemi në brendësi të gjës, në shkollë, patjetër se dikush duhet i bëjë edhe këto, nuk është edhe aq e thjeshtë për ta thënë. Në orën 8:30 me orën 3, nuk kam vënë re që produktiviteti pas orës 3:30 është shumë i ulët, nga eksperjenca personale, nga eksperjenca e të gjithëve rreth rrotull, sepse sidomos pas konsumimit të vaktit të drekës, truri ka atë rezistencën për të punuar, ka atë pjesën në gjumë, pra vendoset në një sleep mode që është pak më vështirë për të dhënë produktivitet. Dhe ti mendon që punëdhënësi shqiptar do ishte i gatshëm ta aplikonte këtë orar vetëm për hir të shëndetit mendor të punonjësve të tij? Patjetër që jo. Shiko, duhet kuptojmë faktin që si popull akoma nuk kemi ndërgjegjësuar për shëndetin mendor dhe që këtu nis ajo, pastaj dhe shkon zinxhir. Pra për sa kohë je mirë me shëndet, pse do shkosh në shtëpi? Pra për punonjësin jam një sër elementësh, është si ai puzzle, që duhen të gjitha pjesët që të dalë një vepër e plot, por në fakt shefa, drejtorat nuk është se janë shumë të mirëkuptueshëm në këtë pjesë, flas në përgjithësi, sepse patjetër, unë kam pasur në fakt fatin të kem shumë shefa që janë mirëkuptues dhe
realisht dhe pse jam pjesë e fushës së shëndetit mendor, është një lehtësim shumë i madh. Sigurisht, sepse është edhe me një tjetër sy edhe përjetimin e asaj çfarë ti merr mirë. Ermela, a mendon që ne mund të humbasim njerëzit tanë më të çmuar, më të rëndësishëm të jetës, vetëm për faktin që dedikohemi 100% punës, në punë. Pra edhe kur jemi në shtëpi dhe presupozohet të mos angazhohemi me punë, i përgjigjemi telefonatave, e-maileve, mesazheve, përgjegjësive. Po, në fakt, Surian, edhe kjo është pak e dhimbshme për faktin që mund të humbasim jo pjesëtarët ose njerëzit e rëndësishëm të jetës, nuk i humbasim. Partnerët dhe ndoshta, kjo pastaj është një diskutim dhe është një luftë midis dy palëve që bëhet gjithmonë, por unë do thoya që humbasim momente, humbasim çaste, humbasim pjesë që janë shumë të rëndësishme që fatkeqësisht nuk mund të rikthehen më. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme të caktojmë prioritet, pra të vendosim prioritetet, ama dhe nga ana tjetër të jemi vigjilent me kohën që ne kemi. Pra, të jemi shumë vigjilent dhe themi nëse tani jemi në shtëpi, nuk do t'ju përgjigjem më e-maileve, nuk do t'ju përgjigjem më shefave, ose mund ta bëj këtë gjë kur fëmia im është në gjumë, ose pra, është e gjithë jeta në fakt është balans. Kontaktin me punën, por sa e lehtë është kjo, sepse ne kemi shumë profesione, qoftë duke nisur që nga mjekët, të cilët në asnjë moment nuk e fikin telefonin e tyre, sepse dikush mund të ketë nevojë. Pastaj këto janë kompromise që ti bën. Po, këto janë kompromise që ti bën me profesionin tënd, këto janë kompromise që ti bën me veten tënde në moment që futesh në një fushë të caktuar, futesh në një rrugë të caktuar, si në rastin e mjekëve në fakt është shumë e vështirë që ti mos të hapësh telefonin sepse mund të rrezikohet jeta e një personi tjetër. Ndërkohë, po më besoj që edhe në rastin tonë, në rastin e psikologëve, në rastet e atakeve panikut, edhe pse individët nuk kanë caktuar një seancë për të bërë, por ataket e panikut janë shumë të forta se që ti do detyrohesh të përgjigjesh, por flas për raste të cilët kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë dhe e neglizhojnë. Ka shumë profesione të cilët nuk e marrin me vete punën në shtëpi dhe është e gjitha pjesë vigjilence, pra duhet jemi shumë vigjilent dhe mos të themi që hënse nesër, është shumë rëndësishme të vendosim ndryshimi fillon si unë në palestrën. Si në palestrën. Që praktikisht e nisim të hënë dhe thjesht e shtym atë të hënë. Mirë, Ermela, ajo çfarë shumë rëndësishme, sepse ne vërtet ndoshta japim disa sugjerime se si duhet funksionojë dhe në fund të ditës duhet kthehet në sistem, siç e kanë vendet e zhvilluara. Po nga ana tjetër, shumë nga ana tjetër të medaljes, mos ndoshta ky kufizim që i bëjmë vetes nga ana profesionale dhe personale, kjo ndarje pra që i bëjmë, na largon nga ajo suksesi kërkon sakrificë, sepse ne suksesin arrim vetëm duke qenë konsistent me një lloj disipline, ndoshta duke dhënë më shumë se sa 100% shinton, që edhe 100% është shumë. Pra, në qoftë se bëjmë këtë ndarje, duhet heqim dorë nga suksesi apo s'është e thënë? Po kjo nuk do thotë domosdoshmë, Surian, se unë nuk përgjigjem një email ose një telefonat e punë, nuk do jemi, do të thënë jashtë orarit të punës, unë nuk do jemi suksesshme në punë, kështu që gjatë orarit të punës ti mund ta shfrytëzosh për produktivitetin në punë, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme edhe që mos i vendosim këtë peshën që suksesi kërkon sakrifica, edhe pse jemi rritur me këtë gjë. Sakrifica, por jo deri në vetë mohim. Nuk do thoja raste të cilat kalojnë dhe humbasin komplet veten e tyre, dëmtojnë mirëqenien e tyre për shkak të punës. Nuk duhet të jetojmë për punën, por duhet të jetojmë për të punuar, për një mirëqenie të mirë. Pra nuk duhet patjetër që puna është shumë e rëndësishme, është jetësore, sepse në fundit është burimi të ardhurave tona, por nuk mund të themi gjithmonë po. Sa mendon që një punëmarrës shqiptar është i gatshëm të lërë një vend pune vetëm sepse është toksik? Nuk po flasim vetëm për eproren, po flasim tani për hapësirën që krijohet aty, për komunikimin, për oraret e zgjatura, ndonjëherë për ngërçin që krijohet. Sa të gatshëm janë? Sot, në ditët e sotme, se e dim që përpara 10 apo 15 viteve ishte shumë e vështirë të gjeje një punë, jo më ta lije. Sa po e thatë vetë, më përpara ka qenë shumë e vështirë, por tani duket sikur janë ndërgjegjësuar dhe dëgjoj sa vjen e dëgjoj raste që janë tërhequr për shkak
se nuk janë gjendur mirë në ambientin e punës, sepse kanë kuptuar që ka shumë rëndësi ai ambienti pozitiv, ka shumë rëndësi mbështetja e kolegëve, ka shumë rëndësi mbështetja e prorit për të dhënë produktivitet. Janë ata individë të cilët e kanë provuar në kurrizë, në lëkurën e tyre çdo të thotë të mos kesh një mbështetje ose të jetë një ambient super toksik dhe kanë parë që gjendja e tyre mentale, por edhe produktiviteti i tyre nuk ka qenë në rendimentin e duhur. Dhe prandaj shoh një rritje të personave, një numër të lartë në fakt, të personave të cilë largon dhe pse pagesa është e mirë, patjetër që është një tundi. Zgjedhin shëndetin mendor. Sepse kështu duhet në fundit. Mirë, Ermela, një pyetje të fundit kam unë, në fund të jetës, për çfarë pendohen më shumë njerëzit, që nuk punuan më shumë apo që nuk jetuan më shumë? Shumë e bukur kjo. Po, kam përshtypjen që është kjo e dyta, se në fakt nga rastet që sidomos të moshës së tretë, na thonë gjithmonë që shiko se nuk kam kaluar kohë mjaftueshme me fëmijët, nuk kam shijuar atë kafen, nuk kam shijuar partnerin, pra ti kupton që kur jeta kalon duket sikur kur hedh syt pas në moshën e tretë flasin gjithmonë, nuk është se e shohin shumë rëndësinë e punës, sepse kupton që në fund të fundit ti si punove mirë, si punove keq, si punove me orar të zgjatur, ti prap do plakesh dhe jeta jote ndërkohë po kalon dhe shumë e rëndësishme mos humbasim dhe ato momentet sidomos në familje. Ermela, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Bukur sa nuk duam të ngacmojmë me asnjë pyetje më. Kënaqësi shumë që komunikuam edhe sot. Urojmë një ditë të mbar pune në ambientin tënd pozitiv dhe të shëndetshëm të punës. Dhe faleminderit që i përgjigjesh pozitivisht ftesave tona për herë. Të përshëndesim. Faleminderit. Në fakt kjo është faleminderit dhe për eprorin tim, sepse po është treguar mirë kuptues gjithmonë që ne të kemi këtë komunikim. Kështu që dhe shef në emër të 7-5 kërkojmë edhe rritje rroge gjithashtu. Të përshëndesim. Ermela, ditë mbar për të jam të mbar dashur. Ndërkohë me këtë kërkesë të Surianit urojmë të shkojë në veshin e dur. Do shkojmë në një shkëputje të shkurtër për të kthyer pas pak edhe për të diskutuar për politikë. Qëndroni me ne.